Krishti është shumë i qartë në atë që thot. E parashtron problemin, aspektin e dyftërsisë, aspektin e të ngarkumunit të tjerëve me gjana shumë të rana, me barra të rana, edhe çështjen e gjithdijsisë, të gjithdijshmit. Edhe e thot, nërsa ato merren me këto gjana, ju shërbeni. Ju vazhdoni me shpreh dashnin tuaj me shërbim. Mos u lodhni tu i diskutu se ç'a bajnë tjerët, si sillen tjerët, si veprojnë tjerët. Ju shërbeni. Fatikisht kjo gjaja ma mrekullueshme që e ndihmon çdo njanin prej nesh. Shpeshherë humbim kohën të folë, të përfola ndaj e kënaj, edhe lëm masdoret të shërbimin. Vazhdojmë me shërby. Le të vazhdojmë me dhuru jetë. Le të vazhdojmë me jo kundërpërgjigj të keqes, me forcën e të mirës që vjen prej Zotit, me atë aftësi të cilën ai na ka fal.